Shoqata Detare Devolli ka promovuar në qytetin e Bilishtit librin Devollint dhe kontributet e tyre në lëvizjen kombëtare gjatë periudhës 1832-1912 deri në 1920. Ky studim i plot përmban 82 shkrime, dokumente historike, personazhe dhe 28 biografi, duke hedhur dritë mbi rolin e devollinjve në ngjarjet kombëtare. Libri është rezultati një pune 15 vjeçare dhe 23 bashkautorëve devollinj dhe u bë i mundur fal mbështetjes së Dëshira Jazexhiut me origjinë nga Devolli. Gjatë promovimit, kryetari i shoqatës Guri Seferi vlerësoi përmbajtjen e librit dhe sugjeroi përfshirjen e tij në kurrikulat shkollore të zonës. Ne nëpërmjet këtij libri, jo vetëm që ushqim brezineri me pjesën e kontributit të devollinjve, por edhe lëm trashëgimi që këta njerëz, ky kontribut, kjo histori e Devollit që s'është e pakët, po është një nga krajinat më me vlerë që ka Shqipëria. Kjo të mos harohet kurrë dhe të mbetet brez pas brez. Evidenton gjithë ata emrat të cilët kanë lënë emrin e vet në historinë e Devollit, kësaj krajine kaq të mirë dhe punëtore. Shoqata Devolli ka vendosur t'ia dhurojë librin Bashkisë Devoll dhe Zyrës Arsimore në Bilisht, me synimin që ai të bëhet një burim i vlefshëm për studiuesit dhe brezat e rinj. Është një vlerë e shtuar edhe për bibliotekën e qytetit, sepse në bibliotekën e qytetit, përveç atyre librave letrar, roman me poezi, ky libër historik do vendos vulën në pjedestalin më të lartë të librave historik që përfshihet vetëm Devolli dhe vetëm për rrjedhën e Devollit. Në aktivitet morën pjesë drejtues të institucioneve lokale dhe qendrore, mësues, shkrimtar, intelektual dhe banor të Devollit.